Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Zoom. Zgjedhjet e fundit në Kosovë kanë prodhuar një rezultat historik. Vetëvendosja dhe Albin Kurti kanë arritur të grumbullojnë një numër votash që asnjë parti politike nuk e ka arritur më parë. Një fitore pastër në shifra, një mandat i fuqishëm në letër dhe një legjitimitet politik që nuk mund të kontestohet. Por historia elektorale nuk e përjashton automatikisht sfidën politike. Sfida e parë serioze për këtë shumicë është zgjedhja e presidentit të Kosovës, një proces që kërkon 80 vota në kuvend dhe që mund të përcaktoj jo vetëm stabilitetin institucional, por edhe natyrën e qeverisjes në vitet që vinë. A do të detyrohet vendosje të koalicionoj qoftë në mënyrë të hapur apo në mënyrë të heshtur për të siguruar këtë shumicë, apo vendi përsëri do të shkoj në zgjedhje të reja të parakohshme parlamentare, ashtu siç e shprehu edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Pikërisht këto dilema do t'i diskutojmë sonte në Zoom, ku në studio të ftuar kemi analistin Jeton Halimi, i cili na vjen nga Prishtina. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit, kënaqësi. Kënaqësia është gjithashtu edhe jona, politologun Valon Bela. Zoti Bela, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se vini. Dhe kolegun gazetarin Naim Sinani. Zoti Sinani, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit. Është kënaqësi. Atëherë do të filloj me atë që e përmenda në fillim të emisionit, rezultat historik i vetëvendosjes. Çfarë mendoni që solli këtë rezultat për partinë e Albin Kurtit? Po, i nderuar Merzan, kjo pyetje shumë e mirë dhe besoj që tash opinioni edhe në Kosovë dhe Maqedoni e ka pa që lëvizja vendose këto 5 vjet e fundit, edhe 4 vjet sa kishte mandatin, edhe tash 1 vjet në detyrë. Besoj që unë si qytetar i Republikës së Kosovës si Prishtinës, besoj që nuk unë vrejt të paktën diçka që ka mujtë me bojë lëvizja vendose apo Albin Kurti për të mirë qytetarit. Besoj që u shpa ajo për çakon, nuk duhet të fole as me inat as kërgjo. Unë me profesion jam jurist dhe shoqëri civile, faktikisht fole vetëm për vete dhe që e shë që ka bo qeveria e Zotit Kurti këto 5 vjet e fundit dhe nuk është diçka e prekshme që do me pa qytetari. Se faktikisht sovrani ka votuar atëherë edhe tash dhe unë besoj që opozita nuk ka qenë aktive siç ka qenë Albin Kurti në opozitë, që ishte në rrugë në terren. E dim boll mirë botërisht, s'kem çan më shef me Albin Kurti, i ka kallë institucionin e Republikës së Kosovës, e ka gjujt komandën me zoll, i ka bërë të gjitha ato sende për marrën këtë pushtet me pas, dhe besoj tash edhe kjo fitumja e dytë, besoj që edhe marrëkimtarët tonë të Republikës së Kosovës është aset kombëtare, kam thonë çdo kohë, edhe këtu në studio, besoj që ata një farforme e kanë parka Zotin Kurti, se gjoja Albin Kurti nuk do ta bën zajednicën dhe të gjitha ato sa ka qenë opozit. Asnjë nuk ka arrit për mirujt, të gjitha i ka bo, vetëm edhe kjo zajednica, sa ishte në opozit, apo tash vetë menaxhimi me themelimin që Kosovës nga amerikanët nga evropianët e ka punën e parë që ka me bo, se e dim, është një sen kushtetuar që është votu komandë e Kosovës, ligjërisht ka qarë e bo, po si do qoftë tash opozita ka qenë në gjumë, për derisa ka qenë në emisione shumë agresive, qoftë për dëgaj, qoftë për dëgaj, po të njëjtën sen në duhet të bëj edhe në teren që ka bo Albin Kurti për përsëris apet, besoj që këtë ka qenë kruciale se edhe mentaliteti i gjithë, si në Kosovë, si në Shkup, si kudo shqiptari dën me prek, me pa, se e dim shumë mirë, Albin Kurti ka rëzu kamiona, pse po vinë prej Serbisë, senet edhe ushqimore, lera ato me ndërtim, dhe ja ka shpërla memorien, një pisë... Ato është një mbi 470 vota janë në pyetje. Po të marrësh onën e medaljes, nëse shifët marrëdhëniet me SHBA-n, e dim ç'është janë. Kemi qenë në sankcione, plus endemi me një pjesë sankcione dhe e dim shumë mirë, po mos ishin SHBA-t, Kosova nuk do të ishte shtet i pavarur sovran dhe një kryeministër t'i prish marrëdhëniet me Amerikën, besoj që është e dëmshme për çdo qytetar e lërë më për shtetin e Kosovës. Dhe kjo e ka boje dhe gjithë fokusi ka qenë në Mitrovicën e Veriut, kise o shliru, jo nuk o shliru Mitrovica, është ma mirë si që ka qenë, po dhe jo si shtojnë si në Prishtinë, si në Pejë, si në Ferizaj që mund shkojnë të lirëshëm. E din si Veriu ka qenë e blokume nga strukturat ilegale dhe besoj që këtë situatë atje ka bo për të mirë dhe shqyqyr që bo për të mirë, po jo
me presion se faktikisht nëse ti mban atë popullat atje me njësi speciale, me polici, me sene, sikur Kosova kur ishte nën okupim dhe mundet është ona medaljes për të kesh mundet me na qitë në arenën në jashtme që edhe Kosova për na mban neve në reprezentin sikur në regjim kur ishte Kosova. Dhe tash nëse merr onën e medaljes e krahason që çysh ka bu me polici me sene, janë largu pjesë e madhe struktura paralele. Po edhe jo të gjithë o ikë po thonë Radojqiq, jo Radojqiqin e kanë aty për mrena, po faktikisht, po Moskov Radojqiqin për mrena njerëz të ti që her pas here gjojnë mjetë shpërthyse dhe nuk e lojnë qëtësi, se të leme në kuptue, që... Po pse nuk mundën qeverit e tjera të shtrinë institucionet në verit Kosovës? Albin Kurti nderuar, Albin Kurti të gjitha ato marrëveshje që e ka bo, ishtë qeverit e kalume, i ka bo, po... ka kalu mandate dhe kuj ka fitu zjedhe dhe ka realizu. Të gjitha ato marrëveshje që ka bua, ishtë qeverit, ato Albin, si me tabela, si me ato kret. Dhe ti shto këtu tash fjallën, ti nëse thue, Albin Kurti e ka bo shkopin, ma që ke ka bo jo. Tash, i votun ato komunat me ka 10 vota. Thëmë po, ken ato kryetarë të komunat shqiptare. Dhe prap u këthyn sërbët i fitun zjedhe. Dhe prap u këthy flamurin në ato komuna dhe prap, bile kanë dalë prej asociacionet komunat Kosovës, e dim shumë mirë, botërështë edhe mediumi ju mi respektuar, e ka marrë vesh që edhe ata e largu dhe prap, në e dina ata që mendojnë për Kosovën. Po institucionet në Kosovë dhëtë më konë me një lëtë politika socialeve, më ju ofrue ati minoritetit sërbë që të kenë ndikim sa ma pak nga Serbia. Po ja pra, Albin Kurti ka zgjedhë anë metodën tjetër, po besoj që kjo do të na kushtoj, se thot një fjallë e popullit, kur merë thu sët, ki mërtu mas një javës. Si të qoftë, Amerikanët besoj që jenë të imajtë senet me lupë që shtojnë. Dhe tash, me themeli institucion për ta përsëris apet, punën e parë që kam me bo, Albin Kurti kam me bo me themelu Zajednisë. Që Albin Kurti e ka kallë kryet qendrën e Prishtinës për qa Zajednisë. Jënë mytë dy njerës. Unë mytë Arbel Gjeladin edhe më mbalaj për qa Zajednis që Albin Kurti e ka nëshku marrëveshjen e orit. E dim shumë mirë. Dhe qka ti ofrësht ti qytetarit, kur ti të kanë mytë 2 aktivistat tu, devotshëm, dhe ti prap nesër ki me bohe prap. Qa del... Po mirë, ajo mbetet për të parë. Ajo është... Ma përpara ka mu gjbo shteti Kosovës e Zajednisa që ka mu do bo. Do flasim vazhdim, zoti Bela, pajtoni me këtë që thot zoti Ali. Unë fillimisht do lidhe me fitoren e madhe që e siguroi zoti Kurti, edhe me fjalë të shkurta, me siguri se do të hyjmë edhe në detale, po nëse i japim një përmbledhje, ajo ishte fillimisht në pikën më të fortë ti që arriti ta propagandoj shumë mirë deri tek secili qytetar veriu. Do me thonë, edhe pse në veri ka shumë punë për të bërë, do me thonë, nuk është ashtu si që propagandohet, mirë po jo rastësisht u vlerësu shumë prej qytetarëve, sepse ka ndryshime, dhe ndryshimet janë esenciale. Me të rimarë tash pushteti lokal nga ana e listës sërbe, u tentua që gjuha e institucioneve tjetë si që ishte më parë, përmes Kosovës me tohise, ku e diçka, se këto janë komuna paralele. Mirë po, reagoi shteti kosovar edhe e pam që ndryshua. Do me thonë, nuk është vetëm ndryshim stili apo ndryshim sipërfaqësor. Mirë po, ka edhe ndryshime esenciale përbajtësore. E dyta pikë që ka qenë shumë e fuqishme që çuditërisht zotri Kurti e ka shfrytzu mirë, ka qenë viktimizimi i tij. Më thonë edhe pas 5 viteve ai arriti prap përmes njëjtës kartë që t'i mobilizoj qytetarët kosovar dhe t'i fton që ta votojnë ata. Më thonë arriti që këtë opozit ta strehon apo ta lokalizon në atë pozicion ku u vërejt si pengesë e themelimit institucioneve. Në ndërkohë, i gjithë aparati shtetëror dhe i gjithë pushteti ishte i Albin Kurti. Më thonë dhe përgjegjësia e vetme i takon partisë më të madhe e cila i bllokoi institucionet. Mirë po, lëvizja vetëvendose ka një PR jashtëzakonisht fuqishëm, ka njerëz që punojnë natë e ditë edhe sidomos nëpër rrjetet sociale e dim atë, edhe arriti që prap përmes kësaj karte, gjithsesi të viktimizimit, të arrin të siguron këtë fitore. Në ndërkohë, cili ishte faji i opozitës? Opozita pajtohej me jetonin kur tha se
nuk është qatë shumë që i atribuohet fitoria e zotit Kurti sa problemi opozitar. Opozita kishte problem serios. E para nuk u tregu unike, në shumë raste ishte pa qartë, pse ditën dilnin me konstatime dhe qëndrime tjera, në mbrëmje i gjeni me konstatime dhe qëndrime tjera, si për shembull, 6-7 muaj, 57 seansa nuk e votuan Albulenën, pastaj vendosën, po pikrisht, pastaj dolen dhe e votuan Dimal Bashën, një kandidat i cili edhe pse u atakua shumë edhe nga organizatat e dalura nga lufta, sepse ai kishte bërë disa punime shkencore që akuzonte. Me një përsërish nga Maqedonia Veriut, Bili Biles kishë marrë pjesë veç ja ka qitë emni, që është shumë... Ashtu bojnë shumë akademik. Po, si do që ai kryetar komendit, tash një kryetar komendit... Edhe kështu, opozita e pa qartë, e pa unifikuar, u bë pjesë e lojës së Albin Kurtit. Dhe dal nga dal, arritën deri në 28 dhjetorin, datën kur i konvenonte vetë zotit Albin Kurti për zgjedhje. Është një strategji mirë menduar. Ishte një strategji mirë menduar. Zotri Albin Kurti nuk është politikan do si do. Albin Kurti ka shërbyer si notere zoni Osmani. E dina, dhe tash Albin Kurti është argati zoni Osmani patjetër. Po zoni Osmani e ka mandatin e fu si president. Na e dina edhe zoni Osmani para se me arkua se ka dekretuar krye prokurorin e Kosovës zoti Blerë Misuvaj. Një prokuror si në aspektin moral, njerëzor, profesional, për 7 prokurorive themelore që në Kosovë me nëndek, nëse kina e prokuror, matë mirë se zoti Isufaj, unë kur nuk dalë media, komplet shkollën e shpallin në ullë, se një kom punu me ta, dhe të bish një njëri analfabet, si që ka levizja vedendose aty, që i thira e zona Mihajli i cakton, kur me ta në rrimën, kur me ta bu ato, jo, veç pa, kjuna, tash dole të presidenti, po si do folë për zgjedhjet, po njëca, ajo është copy paste ajo, ajo është e para, e dyta, kur thu kështu kaq fjalë miradije për zotin Bleri Misufaj, është me pas fakte. Kjo është mendimi yt. Jo me ki me fakte. Nuk është me fakte. Jo, gjoje që hin gjoje një sen që ka afir korruptive. Vetëm ka diçka. Thuje. Nuk është tem diskutimi Bleri Misufaj, lutem tani. Po na dim gjithçka që ka kap lëvizja vendosje. Jo, nuk e ka kap. Jo, gjykata themelore kret që 5 vjet gjyqtar edhe punëtor të sigurimit, edhe praktikant, edhe kretë bashkëpunëtor profesional, kretë shkojnë për mes këshillën gjyqësore. Këshillën gjyqësore e ka lëvizja vendosje. Po si ka mundësi që vendimet gjyqësore nuk dalin konform qëndrimeve të lëvizjes? Jo. Sistemi gjyqësor është i pavar. Punëtorët që kështu thjesht me vojna, nëse hin një punëtor pa intervenim, unë kur më s'dalë më në media. Merën 7 gjykata themelore që kim, asë një nuk kim pa lidhje. Atë na mujna me javoj, edhe ma që të një kim kështu, edhe Shqipëri, pa lidhje. Po të vjoni nga tema. Jo, me Shqip, atë po të në dashë. Ishëm ke biseduar lidhje me rezultate. Unë kam dilema serioze, sepse e nise këtë me shumë akuza të rënda. Jo, po është fakt që vetëm pak ta mbaroj. Jo për tjetër. Po thej se je jurist. Në ndërkohë nise, thove, vetë vendosja i ka kallë institucionet dhe e ka gjujt me zonë. Ma të regon një argument juridik që është dëshmu se vendim gjithësor. Ska vendim gjithësor. Ka pas akuz. Jo, kush e ka gjujt kuvendin? Jo. Kush e ka gjujt kuvendin? O shaje komenda tje. Ka dobe ti juristje. Cila gjykate ka vërtetu se ata të akuzum e kanë bo ata. Sheshi, kush e ka kallë? Ty të ka vdek në institucione të rehabilitimit, gjithësisht në burg, ka vdek i akuzuari, edhe s'ke morë përgjësi, edhe ti më fletë mu për prokuror, ekselent, ja bre, kritikant të ndorë, po këta qëllimisht e kanë konë miksin ligjore, i kanë konë mostrat këta. Je jurist, qëllimisht, pëse se zbolu ratën, policin, gjykon, kritikant vetat. Jo, kjo është temë për opozitën shumë e mirë. Jo, është politikën për në, se përdorin, zotin, familjen e Amnet e Harit përdorin për interesa purë politike, që 5 vetë qeveri, pëse s'ka zbulu rastin. Amnet e Harit gjallë është vetë, pëse s'ra gërë? Gjallin e vetë. Po, për pikrisht. Ma shumë që i dhimë se taj... Po, pëse s'ka zbulu gjallë, pëse o kalë me kësia ligjore.
Pse o ka mikësia ligjore, lutna. Po hinin tema tjera. Jo, zoti Alimi. Me ty, ka hapësirë për kritika shumë, po jo pa fakte. Jo, nëse thoti s'u kall mikësia ligjore në rregullimi, pra. Jo, nuk ka kall, mikësia është kall, po nuk ka kall për këtyne që shpo thu ti, kjo është çfarë akuzë pini juristi pa fakte. O nderum, unë s'po them që kanë kall ta, po në pushtetin e këtyne pse kanë leju këta mu kall. Mirë be, po janë vjetë dëshmit në kohën e PDK-s në polici? O, tash ju mbjellë, tash ju mbo shumë sene tjera, tash që ju mbo. Edhe nuk kërkush s'ka dalë me akuzu polici? Zoti Sinani të marrë mendim edhe nga ju, performanca qeverisë se narrativa politike apo dopsia opozitës. Shka ishte ajo që determinoi fitoren historike të Kurtit dhe vetëvendosjes? Ersan të dyja të zbashku. E para, dhe me thënën, opozita duke tentu t'i mohoj të arriturat e qeverisë Kurti në veriun e Kosovës, de facto në vazhdimësi ka dhënë autogole. Edhe duke përdorur edhe një narrativ të shtrirë edhe në për disa debate televizive, besa ku zakonisht unë ato i shoh si emisione të mbrëmjes, hajde e shojmë Albin Kurtin edhe kush e shon Albinin më shumë, është opozitar më i madh. Me thënë, pa asnjë lloj argumenti, edhe duke mohu edhe ato që janë të arriturat. Ashtu nuk bëhet opozita, për mendimin tim. Opozita bëhet duke i thënë Albin Kurtit se në veri jemi me ty, hapat janë të duhura, sepse unë jam dakord që në veri të Mitrovicës të hiqen targat e Serbisë, unë jam dakord në veri të Mitrovicës të hiqet dinari, unë jam dakord që në veri të Mitrovicës të mos ketë institucione paralele, pra këto gjëra duheshte t'i thot opozita, por ama nuk jam dakord me çka. Opozita në Kosovë duheshte t'i thot Albin Kurtit se po ngecim sa i përket çështjes së shëndetësisë, çështjes së arsimit, reformat cilat ishin premtuar dhe realisht nuk janë bërë, sepse ato ishin premtime edhe gjatë fushatës tani të qeverisë të vetëvendosjes. Do me thënë, po t'ishin kryer brenda 5 viteve të kaluara, ato të njëjtat premtime nuk përsëriteshin. Ama nuk mundet një deputete dhe nënkryetare e partisë, Hikmete Bajrami, e lidhjes demokratike të Kosovës të thotë, për mua nuk është me rëndësi edhe nuk paraqet problem lista sërve, por paraqet problem Albin Kurti. Nuk mundet e shkon hagja ka bua. Po edhe nënkryetare. Jo, kjo ka komplet shife. Kjo ka komplet tjetër konotacion. Nuk mundet një kryetar komune, siç është zoti Muhaxheri, të thotë se Albin Kurti pe përdor represionin e njëjtë ndaj serbëve siç e ka përdorur Miloševići. Sepse kjo nuk është e vërtetë. Ajo është skandaloze. Mua më ka befasuar rikandidimi i tij për kryetar komune dhe më ka befasuar se si është e mundur ai të fiton zgjedhjet për kryetar komune me një deklaratë të atij. Një kryetar komendën me masha ushtrimtarët të Kosovës që ato e shkruajnë. Jo, e para punës kjo është manipulim klasik. Sepse ai nuk është autor i pjesës tekstit që flet për UÇK. E ka pranu punimi shkencor. Emri i tij figuron aty. Ai e ka pranuar se është pjesë e atij punimi shkencor, po jo i pjesës që flet për UÇK-n. Jo, e ka pranuar që ai punim është i tij pjesa tina. E ka pranuar politikisht e ka. Ju sot jeni mysafir në MTV2. Po, rregullim. Dhe këtu mund të ketë informacione, lajme të ndryshme sot për cilat juve nuk ju tangon fare. Ju merrni përgjegjësi veç për pjesën që e thoni ju. Që do të thotë se edhe ish kryetari i kuvendit ka marrë përgjegjësi për pjesën që e ka shënu vetë. E bardhën zezë. Për pjesën që e ka shënu zonja. Jo, unë po them për pjesën, mu po më dhem që e ka shënu ai për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Jo, ai nuk e ka shënu. Ai nuk flet për pjesën. Po emri vetë ka shkruar atë punim si bashkëautor për pjesën e UÇK-s. Ai ka qenë bashkëautor i komplet asaj reviste, po jo bashkëautor i tekstit, sepse këtu po bëhet manipulimi. Ne jemi bashkëautor i punimit shkencor. Bashkëautor i punimit shkencor në pjesën e revistës, po jo i temës. Jo, zbashku një punim shkencor e kanë paraqit 2 autor. 2 autor. Ai është përgjegjësia 50-50 është aty. Për çata përgjegjësia është 50-50, mos u mono me mbuluk të lutem me gjithë respektin. Jo, përgjegjësia është debati. Larg asaj se nuk ka përgjegjësi. Përgjegjësi ka debati. Jo, po rregull pasi përgjegjësi ka po, megjithatë, domethënë të kthehemi te ajo ku ishte pika e debatit. Pra, Albin Kurti e ka arrit rezultatin për shkak të pozicionimit shumë dobët të opozitës. Këtu, de facto, Partia Demokratike e Kosovës
arriti në çastet e fundit ta shpëtoj vetveten, sepse do ta kishte të njëjtin fat si LDK-ja nëse do të vazhdonte përçarja mes Memli Krasniqit dhe Ramiz Lladrovcit. Por tërheqja e Memli Krasniqit dëshmoj se është person që din me vlerësu se kur mund të dëmtojë subjektin, bëri lëvizjet mençur politike, e lëshoi vendin për një kryetar tjetër që mendon se mund të jetë unifikues dhe dëshmoj rezultati. Sepse në rrethana kur Partia Demokratike e Kosovës realisht i ka 2 liderët në Hag, edhe arrin të mbajë vendin e dytë edhe të performojë shumë më mirë se sa Lidhja Demokratike e Kosovës. Çka ka bërë Albin Kurti ka dhënë Kjo faktikisht flet se Lidhja Demokratike e Kosovës ka pësuar goditje për shkak të gabimeve të veta, edhe jo rastësisht ka zbritur në 13%. Sa ka ndikuar edhe imazhi personal i Albin Kurtit në gjithë këtë rezultat, marr parasysh edhe faktin që i kishim zgjedhjet lokale në Kosovë disa muaj para, rezultati ishte krejtësisht tjetër, ndërsa tani kemi një rezultat me mbi 50% të votave. Jo, rezultati edhe në zgjedhjet e para një viti, me thonë 7-8 muaj, 9 më herët sa ishin, me thënë, nuk ishte se lëvizja vetëvendosja kishte psu humbje. Lëvizja vetëvendosja kishte psu një rënje që është normale për një parti në pushtet, për shkak të faktit se kur je 4 vite në pushtet dhe nuk i bën ato që i thash unë më herët se lëvizja vetëvendosja nuk mund shumë të mburret me qeverisjen e saj sa i përket sektorit shëndetësisë ose të arsimit ose ku e diun edhe në infrastrukturë, ndoshta do investime sepse qeveritë e kaluara dorën zemër kanë bërë shumë më shumë për infrastrukturën. Edhe unë nuk jam i prirë që të flas mirë për dikën për qëllime simpatike ose ta urrej dikën ajo që është bë, ajo duket. Infrastruktura rrugore për shembull është bërë në qeverisjet e kaluara dhe ajo ne shfrytëzojmë sot. Kështu që performanca personale e Albin Kurtit normal se është ajo kryesorja që ja sjell mbështetjen sepse popullata shqiptare, madje jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni, po edhe të një pjesë e popullatës shqiptare në Shqipëri, faktikisht Albin Kurti gëzon autoritet sepse llogaritet si një lloj garancioni se nuk lëshon pe kur janë pyetje politikat kombëtare. Këtu nuk qëndron ajo akuza që po ashtu opozita ka dështuar për mendimin tim sepse ajo pjesa me cilën ndoshta faktori ndërkombëtar nuk është pajtuar me Albin Kurtin, opozita ka menduar se mund ta shfrytëzoj dhe të përfitoj poena politik duke thënë ja Albin Kurti na prishi me Amerikën e kështu me radhë. Po këto nuk qëndrojnë për shkak faktit se mos pajtim edhe Ibrahim Rugova na pas ka prish me Amerikën kur nuk ka pranuar me mbajtë zgjedhjet me Albin Kurtit lutna. Po mos ishte Rugova çitoni me ty stishon. Asnjë çdo. Po shumë qartë. Po ana ka prish Ibrahim Rugova kur i ka thonë Amerikës jo për mbajtjen e zgjedhjeve është shteti pavarur sovran. Kuptojmë. Ana ka prish Ibrahim Rugova kur i ka thonë Amerikës jo për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, respektivisht për daljen e shqiptarëve të Kosovës me pretendimin se do të mund të argëzojnë Miloševićin. Ai ka thonë jo. Normalisht se ka pas hatërmbetje te strukturat amerikane të asaj kohe. Por ama nuk ka pas prishje sepse amerikanët nuk luajnë loja të atij nivelit. Albini shtëpinë e bardh, peçë ka pas mandatin? Albini sa ka shku shtëpinë e bardh? Nuk ka pas Albini nevojë me shku. Sa ka shku Albini në shtëpinë e bardh? Nuk ka pas nevojë me shku Albini në shtëpinë e bardh sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ambasador në Prishtinë dhe ambasadori i Amerikës e ka taku Albin Kurtin çdo ditë në Prishtinë. Një lider, një kryeminist duhet të shkojë në shtëpinë e bardh për mi jeton. Sa herë ka shku Zelenski në shtëpinë e bardh, po ku është shteti i tij? Ajo është Zelenski Ska lidhje ajo punë. Marrëdhënie ndërkombëtare krye edhe përmes telefonave. Ja. Kjo është që të jemi pak më racional. Jo, shumë racional. Prej temës e në temë. One po dalem po tema janë zgjedhje në Kosovë. Ndërhyjnë në një. Ti përfundon mendimet, jo tjetër. Unë të kuptoj që je ke qasje opozitare si shoqëri civile. Jo, unë si japi llogari kërkujna. Jo. As pi kërkujna s'marr ballë. Ma të pa që s'po më dëgjon. Se shoqëria civile, jo, unë vetë kam qenë. Jo, rregull, po mos thuj diçka opozit. Ta përfundoj fjalën. Po ndërhyjnë pa e përfunduar mendimin. Prandaj po ka bërë.
thash ke qasje opozitare, jo në kuptimin se ti përket partive opozitare, por shoqëria civile është e tillë, sepse gjithmonë ka shpirt Roli i opozitar. saj është për çelë opozitar. Edhe shumë mirë që je, mirë po ta mbajmë një nivel në kuptimin që edhe temave se ti dole te presidenti Andej që janë ka me molirë rëndësi. marrë se kemë gjithë është pjesë Do diskutojmë. E dyta edhe ata ta pranova se ka shumë hapësirë për kritik ndaj zotit Kurti, edhe i ilustroj Naimi shumë mirë. Veç atjerash, për shembull arsimi, shëndetësia, gjitha, në kohën e zotit Kurti janë bërë protestat mëdha, kur rezultati i pisës në kohën e Hashim Thaçit sa ka qenë kryeministër, rezultati i pisës ishte shumë i keq. Mirë po tani po gëlltitet. Këto janë tema që opozita nuk arriti të shfrytëzon. Paramendo. Po duhet me lujt opozita. Që kjo është ajo që ne jemi të diskutuar. Po, ama nuk mund na me kalu ata në rrugë. Që ka dalë Albin Kurti, që ka ardhur kamionat e Serbisë, dhe tash i ki kret mallin, më shumë e ki të Serbisë se sa shteteve të tjera. Po, edhe opozita asnjë me abot njëjtin opozita ka ndështu. E bashkë me në rregullimi. Opozit, parti jo zyre. Hiç më larg i nderon fal me le. Vjen në televizion kanalet të Kosovës çit e thash. Opozitarizëm nuk bëhet me selfie me Instagrama, nuk bëhet me ardh dikush me thurr ti fjalë miradia o kryetar, o kështu do në terren. Çka ka bëu Albini, tu do mja kthy aty pa. Ka pas mjaftim. E ke pas autostradën Prishtinë Mitrovic 5 vjet ka zgjat. Autostradën Prishtinë Bodjev 5 vjet Minze ka bo, autostradën Prishtinë Gjilan, se ka bo, plot njëmëri sene, dhe që të ka dështu opozita se s'ka dhënë rrugë. Si Memel Kasisi, si Lumir Abdigjiki, të njëjtën kanë dështu se ka menu që ato që e kanë thënë në emisione. Në për çdo televizion të Kosovës, u du mi bo edhe në terren, pa përse të sarë. Dhe nëse nuk ka dalë në terren, i bajt në ashtë në zgjedhët, dhe si ka kush vaj, Albin Kurti halal i kur ja ka fitu zgjedhët, plus ja ka shtim me votu kryetarin të viktimizuar, ja thonë shumë mirë. I konvotat si konvotat. Këta e gabimin e parë, u duft me ja votu zonën Haxhiu dhe kur i shar vakti për zgjedhjen e qeverisë, në 90 i Konstitutit të Kosovës i thotë, momenti certifikohen zgjedhjet, i japet të drejta partisë fituese ose me kandidu ose kandidatën për kryetar komendim. Zgjedhjet e kryetarit, i 15 ditë kohë, ja kishte dhënë zonja Osmani, Albin Kurti me boçeve në s'kish mund ja kishte dhënë partisë dytë, po opozita ka qenë e përçame. Këta opozitar, për të ka i ka pas kërkesat e forta. Bedri Hamzakon, kryeministër, e kanë lip, Abdigjiko kryeministër, Ramush Haradina ka lip president. Dhe këtu se ka mujt mi bu 61 mandate edhe opozita, edhe kushtetuta e lën, edhe ligjit. Dhe kur ja ka po Albini që opozita është e përçam, dhe ju ka agro që shka dosh vetë. Dhe në momentin këta që s'ja kanë votu, edhe i ka arë koha deri në fund vitit. Fund vitit, jo rastisht tash, Osmania ja ka bërë gati ton kohën dhe në fund tash, dhe tash për ja lyp mja këthy me merit ato. Mirë, të bëjmë një rend, jemi duke folë tani për opozitën, partitë opozitare, Valon, apo paguajnë partitë opozitare mungesën e reformimit të brendshëm, por edhe të leadershipit. A ka krizë të liderit në opozitën kosovare? Jo vetëm ajo, edhe pse përmendi pak Naimi, Partia Demokratike e Kosovës është shembull i transformimit, edhe i rizgjedhjes apo zgjedhjeve të brendshme të partisë. Ka kalu një sër ciklesh ndërrimit të kryetarit, është në procese demokratike, Mirëfilli është antare e Partisë Popullore Evropiane, mirë po, atë që nuk kanë arrit me bë e që i ka pengu shumë është distancimin nga e kaluara kriminale, e korupcionit. Ata me bëm ja u kritiku një lider të atëhershëm ose ndonjë minister, dilshin e tërë partia në mbrojtje. Kjo ka qenë problem edhe është pasi problem nga votuesi kosovar. Pse? Se nuk duhet haruar se janë bë keqpërdorime jashtëzakonisht mëdha nga pushteti i kaluar. Vrasjet panumërta që i përmendi jetoni vetëm kësaj anës, tash të historisë re të zotit Kurti, janë bë shantazhe. Ju dini afera Pronto kur doli se si u bëshin punësimet, si u bëshin emrimet në përborde, diçka që po i bën edhe zotri Kurti, mirë po prap opozita po hesht, këtë që po thot jetoni. Më thonë nuk është se kemi pas në Kurti në falë me lesë s'po bën barakusë, masi është të tema. Edhe ministrat e të Kurtit i kitë të korruptu, me kja aferën e Millit, Grurit, ato, Martin Berisha e ato, për qaj më... I njëti cili, la man bleo të mbëraj, i njëti cili, do me thonë, zoti Kurti, pa të bëgjë si parim,
se nuk guxon të keni ju në listën e këshilltarëve, në tutje, në listën e kandidatëve për kryetar komune, në listën e ministrave, persona me akt akuza, jo më të shpallur fajtor. Mirë po vetëm të akuzum nuk guxon, i njëjti tash i shkeli dhe i gëlltiti Që e thash fillim, asë se kam Po, mirë po. Këti ka Ku ishte tema e opozitës. Me thonë, distancimin nga e kaluara. Pse? Se qytetari për të largu nga kurti, duhet shofe një alternativë shëndosh. Edhe pse Partia Demokratike e Kosovës e ka një lidhje të fortë me rinin kosovare. Nuk ka arrit shumë që ta kthej atë rini dhe ta bëj suport kryesor në mënyrë që t'i fiton zgjedhjet. Kjo është vetëm një nga ajo. E dyta, mos harroni se akoma kemi figurat vjetra në atë parti, e cila duket se sikur janë zë frymën. Në konventën e PDK-s tash, po, në konventën e PDK-s, një ditë para zgjedhjeve, disa ditë para zgjedhjeve, doli një funksionar që është kryetar komune, s'po du t'ja përmendi emrin për hir të respektit, dhe ofendoi në mënyrë shumë të rëndë, ai deshti të merret me deputetën Adriana Matoshi, por ofendoi pothuajse këtë gra. Me thonë, kjo është ajo që janë gabimet vogla, mirë po i kanë shkaktu shumë, edhe ashtu të dëmtuar deri dikon PDK-n, sepse siç tha Naimi, 2 liderët vet i ka në padrejtësisht të mbajtur në Hag. Domethënë, atje do të më bëjë një organizim jashtëzakonisht i mirë përgatitur në mënyrë që t'i afrohen zotit Kurti me protestën këtë Maqedoni për fatkeq se kanë përkrahur shumica e shqiptarëve këto edhe institucionet e Kosovës. Çat protestja që ka organizuar zoti Ali Ahmeti me vlerat e UÇK-s Kosovës. Të një pjesë politikës se ka përkrahur. Në fakt e kam përkrahur. Unë s'kam vrejt që ka dhënë publikisht këto. Jo vetëm ajo. Edhe në Prishtinë nuk kishte asnjë funksionar, madje kishte përplasje me zonjës Shqipe Selimi. Bashkëshortës së Recep Selimit kishte përplasje mes asaj dhe vetëvendosjes. Pse s'po dalin me përkrah publikisht? Nuk është temë diskutimi ajo. Zoti Bela, në LDK duket se do të jetë e pavitueshme zgjedhja një kryetari të ri, a shihni shpresë rikuperimi në këtë parti? Nuk shoh shpresë, sepse disa funksionar kryesor, nën kryetarët e asaj partie, disa sekretare send, kanë dalë veç me deklarime, qëndrime se nuk shohin ata ndërrim të kryetarit. Kjo është katastrofë. Domethënë, nëse ata thirren se do të mbajnë përgjegjësi për rezultatin e dështuar, e ndërkohë përgjegjësia morale, institucionale, intelektuale fillon me dorëheqje. Është pa vetushën dorëheqja. E thash, mandej ti bashkangjitë me asaj që jetonit e thash, nuk mundesh ta bësh opozitën prej Marigona Residence. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës është një prej njerëzve të pasur që jeton në Marigona Residence. Nëse ti nuk socializohesh me qytetarin, Marigona ka blesh shtëpi. Tasha ka gjetë agjencion antikorrupsion. Sipas mediave, sipas jetonit, i kanë qitë plus ka bledhë jashtë Kosovës. Ka me në rogë, fëmijët i shkollon, veç pak, fëmijët i shkollon në shkolla private dhe 10-15 mirë, i ka ikë për shkolla publike, i ka që atje. Plus ushtron me gjime i kreta ata njerëzit dhe ato këti shpenzime, ato e në parë taksa paguset mija të XY-it, dhe këtu ka të shtu opozita, në regullime. Tash, të LDK-ja, veç ta shtoj edhe këtë. Në thonë, LDK-s po i përsëritet rasti i PDSH-s këtu të ne, e cila po mbyll karrierën politike të saj pa asnjë protestë realizuar. E kuptoni çfarë skandali është ky? Do të thonë protesta me të cilët si mënyrë më e fuqishme e zotit Albin Kurti, i cili u etablua nëpër krejt shqiptarinë përmes protestës, edhe asnjë parti opozitare nuk e ka përdorur ata. Sa është një fjalë amerikanët që e përdorin, duhet t'jesh i atill për ta përmbys ata që e dënë. Mos tham në fjalë tjetër, it takes a criminal to beat a criminal. Duhet t'jesh kriminal për ta mund kriminalin. Me thonë Albin Kurti ka ardhur përmes tërheqjes zvarr nëpër rrugë. Këta se kupton opozita. Ai është fut në qelizën e shqiptarëve, si mbrojtës i të drejtës, mbrojtës i pasurisë shqiptare dhe luftimi i korrupsionit. E tash, opozita mendon se me preskonferenca nga zyre të rrezohet Albin Kurti. E hiq më pak kur kemi një Albin Kurti që është jashtëzakonisht i mençur dhe i cili e ka kuptuar edhe
lojën e ka kuptuar edhe komplet opozitën, prandaj i tërheq për hunde ka do i vetë dhe i solli në datën të cilën i konvenon ai ministri. Edhe plusi ka thonë popullatës 40% analfabet jo funksional. Zoti Sinani, ku dështoi opozita në Kosovë? Vetëm e tha një çështje i nderuari jetoni, duhet patjetër të intervenoj. Nuk u mbështet protesta në Shkup, nuk është e vërtetë. Protesta në Shkup. Institucionale kam fjalën. Që të kuptomi, protesta në Shkup ishte ndër protestat më të mëdha që e kanë organizuar shqiptarët e Shkupit, sepse shqiptarët e Shkupit. Se Ali Ahmeti dhe BDI-a ka bë. Sa është me rëndësi? Ja, të lutem. Mos e hak lutem, për çata shqiptarë na jo bë. Unë tjetër ku po do të dal. Protesta është organizuar nga po do të dal tjetër ku jo mbovesh Ali Ahmeti ka në Kosovë u taku me veteranët e UÇK-s dhe ju ka jep për krahaje. Jo, po doni ta mbani lojën në tabor politik. Jo, çka ka ndodhur sandet. Unë po flas për diçka tjetër. I nderuam me gjithë respektin për ty dhe për gjithë studion dhe për gjithë emisionin këtu. Qytetarët e Shkupit. Ali Ahmeti ka ardhur në Prishtinë, u takue me veteranët e UÇK-s në selit të Prishtinës. Nuk jam ka dhe ju ka dhënë për krahaje dhe ti s'mund më ja mohue i për krahaje. Jam ka ja mohoj atë. Unë jam ka flas për diçka tjetër. Unë jam ka flas për diçka tjetër. Shqiptarët, vetëm pak valën, shqiptarët e Shkupit, edhe për çështje që i tagojnë drejt për drejt, nuk ka se kanë dalën protesta numër më të madh. Problemi është diku tjetër, se e tha Valoni, edhe në Prishtinë u pa se cili krah e mbështet atë protestë. Pra krahu opozitor, PDK-ja me aleatët e vet, edhe me strukturat e ish UÇK-s, me shoqatat e tjerë, e mbështesin atë protestë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Maqedoni. Kështu që mos u mësoni me diferencu shqiptarët edhe me kategorizu. Këta të Shkupit nuk i mbështeten atë, sepse ju thatë kosovarët kanë luftuar këtu. Shqiptarët kanë luftuar në trojet etnike sa herë që ka pas nevojë, edhe në Shkup, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe prandaj mos t'i japim kahje të tillë gabuar. Jo. Kthehemi te tema. Veç mos t'i japim mundi çka kanë bërë opozita. Edhe në Kosovë. Unë thash, përgjithësia është shumë fakt se realisht te lidhja demokratike e Kosovës. Përgjithësia më shumë bie mbi stafin e Lumir Abdixhikut se sa te vet Lumir Abdixhiku. Lumir Abdixhiku në fakt e ka përgjegjësinë vetëm për faktin se i ka leju disa individ që të dalin dhe t'japin deklarata të cilat janë komplet në kundërshtim me interesat kombëtare, të cilat pastaj nuk janë pranuar, sidomos edhe nga Mërgata, e cila e ka godit rand kësaj radhe opozitën, e sidomos lidhjen demokratike të Kosovës. Prandaj e kemi këtë rezultat që kemi, edhe lidhja demokratike e Kosovës, nëse nuk reformohet thellë, e pret fati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që të luftoj për kalimin e pragut. Edhe pse, realisht, AAK-ja më duket se e ka te kalu këtë fazë kësaj radhe, sepse më keq se sa sot nuk e besoj se mund të t'i vi radha ndonjëherë AAK-s për shkak faktit se i kushtoi një koalicion me nismën e Fatmir Limajt dhe pastaj zbriti atje ku zbriti. Kështu që opozita në Kosovë, unë jam befasuar kur ata, unë realisht kam menduar se ata po insistojnë ta pamundsojnë qeverinë Kurtit 3 me bindjen që të shkohet në zgjedhje të parakohshme dhe të dalin me një blok opozitar të paktën partitë e luftës. Unë kam prit që Fatmir Limaj, Ramush Haradinaj dhe PDK ta kenë një koalicion të përbashkët me pretendimin që të bëjnë diçka më serioze. Ka qenë shumë e qartë, shumë e dukshme se ata të ndarë e kanë të pamundur, jo ta mundin Albin Kurtin, po as të krijojnë mundësi teorike që të bëjnë koalicion qoftë edhe me numrat e listës serbe, sepse nuk është e mundur që ashtu të përçarë ta mposhti një figurë e cila ka arrit të etablohet te qytetarët shqiptar në Kosovë, por edhe më gjerë si një figurë që duket se i garanton të drejtat kombëtare, pas shka se qëndrojnë një pjesë e akuzave që po i bëjmë edhe ne këtu, edhe opozita që i ka bërë, po ama i ka bërë me një preskonferencë, i ka bërë në mënyrë shumë të A mendon se Albin Kurti të zbehtë me leje, a mendon se Albin Kurti ka përçar shqiptarët të Maqedonisë e Veriut, u mënu Shqipnia të smujti këto ka arrit një farformë. Jo, edhe këtu, edhe këtu ne po flasim me anim. Edhe këtu po flasim me anim. Shqiptarët, kryeministri i Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë, kushdo qoftë ai, sot Albin Kurti, dje Hashim Thaçi, pardje ku e di kush, ka ndikimin e vet drejt për drejt në zhvillimet në Maqedoni.
edhe këtu, edhe shqiptarët e Maqedonisë, po edhe maqedonasit janë pajtu me këtë fakt, se ne kemi ndikimin prej Shqipërisë dhe Kosovës, sepse ne jemi shqiptarë, ne edhe në kushtetut jemi pjesë e kombit shqiptar. Shqiptarët Maqedonisë së Veriut këtë falë kujna jenë qëto të arriturat. Ajo është komplet tjetër te. Pasi po tonë me etablu që ashtu me me vite zotë Alimi bëjmë emisione dhe nuk e kemi për të përgjigjë. Nuk e kemi marrë përgjigje. Po dalmi shumë se Zotri Ali Ahmeti ka kërku gjithmonë që këtu mos të ketë shumë parti, po të ketë 2 parti. Edhe Zotri Albin Kurti ja ka plotësu këtë dëshirë. Edhe sot i kemi pas zgjedhjet e fundit 2 kampuse, 2 bloqe. Vleni Edhe kjo është e arritur se nuk janë humbë votat e shqiptarëve. Ose kanë shku në majt ose në të djathtë. Kjo është kushtimisht pas Zotri Albin Kurti se kush ka pas drejt. Kjo është tjetër mohabet. Këtu mund të mos pajtojmë deri në mëngjes, edhe te protesta një reagim. Me thonë vetë Zotri Ali Ahmeti nuk e ka keq përdorur, me thonë që BDI e ka bërë. Çadat lutem të kesh kujdes. Jo, veç pak unë thash veç që ka përkra, tash ka ardhur prej Tetovës, u shku po shku taku me ata. Po askush nuk e mohon askush atë. Po ajo është e pamoshme. Ali Ahmeti e ka marrë çat detyrë si vetmi i mbetur pi grupit themelues të UÇK-s, më i vjetër. Edhe Ramush Haradinaj ja ka lshu vendin. Ti e din që në Prishtinë erdhi edhe Dauti. Ishte edhe këtu Dauti. E kanë përkra. Zotri Sela ka qenë këtu e ka përkra. Mirë po, Zotri Ali Ahmeti është njën nga themelues të UÇK-s. Edhe prandaj i është dhënë ky nam si më i vjetri edhe i vetmi i cili nuk e ka keq përdorur. Po mujt me marrën tjetër ka pas vend vetur atë. Nuk e ka peshën, nuk e ka peshën bën një vit tjetër. Me Shinafër Ali Ahmeti më shkoi edhe Izet Mexhidi, më shkoi dikush tjetër. Me ty jam, edhe Albini e dosh, se ajo. Se mos më shkoi Izet Mexhidi. Ka bashkëpunuar ata. Është protest. Po pse mos më shkoi? Ka pas vend edhe në kert vetën ose me veturat veta më shkoi. O kon mirë. On po folën kështu me ty jam, vetëm pak. Është dashur edhe Albin Kurti me qenë aty, edhe këtu krejt përfaqësues tjerë, çish ta Izet Mexhidi. Mirë po, unë vetë jam ushtari i UÇK-s Kosovës. Nëse ti e ke organizatën e veteranëve të lutjes, e cila 24 orë dele atakon pushtetin, këtë rast, qoftë Albin Kurtin, qoftë këtu Izet Mexhidin, edhe ti pastaj thu pse s'ke ardhur, është pak. Në fakt zoti Mexhidi edhe përkrahu para disa ditë deklarative, përkrahje deklarative. Tu fol shamos për zotrin Albin Kurti. Duhet me qenë një rrugë qel gjithmonë. Pse? Kanali i komunikime do të më ekzistojë. Ajo është kryeministër. Ka pushtet, edhe mund të realizon edhe gjitha kërkesat e veteranëve. Mirë, do kthehemi në temë, do bisedojmë për koalicionin qeveritar. Ne dimë që siç e thash edhe në hyrje, sfida e parë kësaj qeverie do të jetë zgjedhja e presidentit, e dimë që për zgjedhjen e presidentit duhet më tepër se 80 vota në kuvend. Dhe zoti Kurti në një paraqitje të tij televizive tha që nëse nuk do të gjendet kompromis për zgjedhjen e presidentit, vendi do të shkon në zgjedhje të reja. A mendoni që do të ketë koalicionim mes vetëvendosjes dhe LDK-s dhe minoriteteve në këtë rast, apo do të shkohet përsëri në zgjedhje? Inderum, unë thash jo marrët e lidhe çështën e presidentit se janë si lloj pakos, nuk bën një pse masi është kohë e rizgjedhjes, tash a ka fat në zonën e Osmanit, a XY tjetër aty është mes zotit Albin Kurti. Po besoj tash Albin Kurti e ka të qartë dhe kush kupton drejt dhe kush e sheh çat intervistë që ka dhënë për një medium të Kosovës, ai ke shumë i qartë. Onë s'ka mujt mi arrit mi bë 61 mandate, thapi bëj 80, se do të më qenë me kushtetutë Kosovës do të më qenë 80 prezant se votot me shumicë me 61. Po tash nëse hin çof PDK-ja, si parti opozitare më e madhe, çof LDK-ja, blanko, pa marrë kujgjë, edhe thjesht në termin popullor me kuptu opinionin këtu në Shkëpë dhe Andena, nëse hin blanko, pa marrë kujgjë, pa do kulashin, bestoj që mos ka që atë bëjnë ata opozit. Dhe vetë fakti, thirrja, Albin Kurti që do me bo koalicion me të kësh për mu si jeton syrës, vjosa bjen miner me marrë dhe një mandat. Mundet me caktu në pozicion tjetër ministrit jashme, zanës kërëministë, ajo është që, për çështën e presidentit jo, qoftë LDK-ja nëse hin me abdigjikën ose me abdigjik tjetër ose me najkën tjetër, besoj që pikën e pare ka me do kullashë dhe me marrë hisën e vetë. Edhe bashkëqeverisje. Qoftë edhe me PDK-n, besoj që as PDK-ja nuk ja bën kurumi blanko pa marrë kur gjë, se i mësu të gjithë prej mas luftës. Pse vetëm Kosova për shembull e kalon, për shembull
zgjedhjen e presidentit e ka për me do kulaçi, Maqedonia e ka me referendum, atë tjetër e ka me referendum. Pse Kosova? Pse për interesa pure politike, pure personale. Edhe të tjerë, edhe opozita përpara e ka do kulaçin. Edhe Albin Kurti do të me do kulaçin. Nëse nuk mendon me shku në zgjedhje dhe me dëmtu buxhetin e Kosovës, ka sinjale për bashkëpunim të vetëvendosjes me ndonjë. Po flitet do studiot, edhe ka do negociata në heshtje, se edhe në Kosovë dhe Maqedoni nuk bën ato ashqyqare, po mund mu taku mes miqve, mes shokëve, po në ardh detin një koalicion. Po nëse në mënyrë hipotetike bëhet një koalicion, por mua Vjosa Osmani ka përfundu këtë karierën si presidente, po jo si politik. Mund më i bashkangjit Albin Kurti, mund me parti 3, mund me shku me listën guxo. Po për presidente jo, dhe nuk besoj që partitë opozitare për përsërit apet mund të shkojnë blankën pa marrë kurqo. Dhe por mitut, ishte një intervistë zotit Peci ministrit, tash më falë kryetar komunës veriore, ish ministri Peci. Jugore. Tash më falë Jugore. Inshallah po. Inshallah po thëmë po bëhet njëjtë. Po si do të qoftë, kërkoj falje, edhe tash nëse thët aj, opozita do gjynëzot, as ka qahu ma shumë LDK-ja më. As PDK-ja, edhe kjo është kretë aje njëja që nëse në hipotetike ja dhojnë kurumin, besoj që ata më s'mund as me eksistu mos i opozitë, faktikisht ta më përbën si vegël e lëvizjeve vendosje, po si do qoftë nuk besoj që bjenë opozitën lehtitë t'ja boj atë fakurumin blankën pa marrë najsen, po të shomi tash marrë që është afer dhe shomi besoj që, po ma përpara se me LDK-n, se Albin Kurti i frikët PDK-s, se di pse, e ka është një në opinion që ashtu, pse s'do me bo koalicion me PDK-n, ajo është po ndoshta pse edhe LDK si kushtoj, ndoshta edhe koalicioni me PDK-n të kaluarën. Zoti Sinani, mendoni që do të ketë koalicion vetëvendosjes me LDK-n? Koalicion duhet të ketë. Unë mendoj se koalicioni duhet të jetë në kuadër të asaj që LDK të kërkon kulaçin e saj brenda ekzekutivit dhe t'i garantoj votat për zgjedhjen e presidentes Vjosa Osmani. Me qenë kuram se s'ka nevojë për vota. Po, mjafton të jetë e pranishme që ti siguroj 80 vota. Me qenë kuram e kam qartë. Streti herë. Por, me rëndësi është që LDK duhet të di se nuk është në pozicion që të kushtëzoj vetëvendosjen me marrjen e presidentit. Respektivisht, LDK duhet jetë e gatshme të jep votat për Vjosa Osmanin dhe ta merr një pjesë të kulaçit në ekzekutiv. Në të kundërtën, do të paguaj... Qa do të merre, për shembull, një hipotetike? Mund të merë pozicion zëvendës kryeministri, mund të merë ministri transishme. Albin Kurti ka kryetar Kuvend, i bjen me kushtetut me fitusin e zgjedhjeve. Vetë kryeministri, nëse se merë ndonin nga këto pozicionet, ai s'mund të Qeveria e Kosovës, Ministria e rregull është po. Qeveria e Kosovës ka ministri shumë transishme, edhe partitë politike nuk duhet të ekzistojnë veç për vete. Partitë politike duhet të ekzistojnë për interesin e shtetit. Edhe nëse lidhja demokratike e Kosovës vlerëson se ka kuadro të mirë, cilë do të mund të udhëheqnin shëndetësinë, po mund të udhëheqnin ekonominë, financat, ku e diune, mund të... Po t'inglloj pak si tifos. Jo, po fol me ka ftyra qof... Nuk kisha dashur, pa marrë parasysh. Ose në që shihet, që i shfar kodri ka, PDK-ja Shqipi shfare ka lëvizja, me gjithë respekt, por gjithë lëvizja me vendosje. Ta supozojmë se është ashtu që shtoni ju. Ta supozojmë se është ashtu që shtoni ju. Jo, supozojmë po faktër. Po, LDK atëherë mund të ullet dhe t'i kërkon kryeministrit Kurti 1, 2, 3, 4, ku e diu në sa mund të ketë ajo ambicie për të marrë sektor për t'i drejtu, edhe për ta dëshmu fundit se si LDK mund me resort, me sektor që do t'i drejtoj ajo, mund të jetë më suksesshme se sa vetëvendosje dhe në të ardhmen të pretendoj të shënoj rritje si subjekt politik. Por, këtu mos ta harrojmë edhe faktin se Partia Demokratike e Kosovës do ta luajë rolin e vet. Edhe unë mendoj se ndoshta për të kalkuluar tash brenda opozitës, Partia Demokratike e Kosovës, për të treguar edhe si parti institucionale shtetformuese, ajo mund të qëndrojë edhe blanko në kuvend për ta bërë 80 voçin pa votu natyrisht, për mos t'i mundsu komoditet LDK-s për të futur në qeveri, sepse në atë formë edhe PDK, edhe vetëvendosje e godasin rënd lidhjen demokratike, e cila e gjendur në këtë kaos ku është sot, realisht e ka shumë vështirë të ringritet. Kështu që
unë nuk e përjashtoj mundësinë që një marrëveshje në heshtje mes vetëvendosjes dhe PDK-s për ta bërë atë 80 voçin në raundin e parë, sa për të qëndruar në sallë, edhe pastaj lidhja demokratike e Kosovës do të gjendet me një situatë ku e ka shumë të vështirë për ta realizuar pastaj një ringritje të saj. Po mendon që pa marrë kulash, pendo kulashin më ja bukur, pa mundon. Po sepse PDK-ja nuk pretendon PDK-ja nuk pretendon fare për të bërë pjesë e koalicionit me vetëvendosjen. Jo, as PDK-ja nuk bën me Albinin për shkak faktit se PDK-ja pretendon një ditë me udhëheq përsëri shtetin e Kosovës. Taku inderu një pyetje fal me lepsin, takua 6 muaj para mi kalua Albinin mandati mes Memli Krasici dhe Albin Kurti. Janë taku për çështjet shtetërore, se është shumë normale. Liderët e opozitës, edhe në Maqedoni po e lut Kristian Miskovski me 80 votat e veta, po e lut liderin e opozitës për një takim liderësh, sepse çështjet shtetërore megjithatë duhet diskutohen me opozitën. Pas atij takimi PDK ka votuar gjitha marrëveshjet ndërkohë. Po shumë normal. Kjo tregon se çasjen e ka institucionaliste PDK. Po. Edhe LDK ka rregull, po edhe kjo mba jeton. Edhe kjo mba se ti nëse si PDK bësh pjesë e koalicionit, atëherë kur ke ndërmend ti pretendosh ta fitosh Albinin. Jo. Ai e merr qeverinë nëse ja jep atë postë kryeminist Albini më bosh. Atë harroje, ajo s'mund të ndodhe kur Albin Kurti i ka 67 vota në parlament. Po s'ka lidhje. Ajo s'ka logjik. Nuk ka logjik fare. Kandidat kur e pasi s'pas zgjidhje. Absolutisht jo. Zotri Rugova e pat. Po ja paton zotit Haradina Ama zotri Rugova e pat marr Ramushin në rrethana kur duheshte një pajtim kombëtar për shkak të rrethonave se aso kohë ndarja mes krahut luftës edhe LDK-s ishte shumë e thellë. Edhe i ndjeri presidenti historik i Kosovës me mençurinë e vet e ofroi aso kohë Ramush Haradinajn AK-n edhe e bëri atë pajtimin kombëtar i cili pastaj dha edhe rezultate. Sot gjërasisht e kemi këtë klimën që mund të bashkëpunohet edhe këndej edhe andej. Zotit Hamza, por më bë i pari shtetit dhe një farform më pajtu ata mes vete. E ka çfarë rivalitet për kryeministët bëjnë numrat, nuk mundën 22 numra me qenë më pak se 67 numra. Po në rregull, pa e marrëshje politike është se Albin Kurti ka edhe kryetari i kuvendit, edhe të parë në shtetit. Ku mbetet vullneti i popullit? Kryetari i kuvendit mund ndrohet, me 61 vota. Po rregull është ajo. Po mund të ndrohet atë Vjosa erdhi kryetari i kuvendit. Po, edhe presidenti. Me marrëshje politike. Zoti Bela në lidhje me koalicionit. Unë vazhdoj aty ku e nisa në fillim, domethënë na duhet të fokusohemi tek figura e zotrit Albin Kurti. Nëse ai ka arrit që me këtë strategji ti zë shahmat pozicion partitë opozitare dhe kështu dal nga dal duke i sjell në datën kur ati i konvenon për zgjedhje, unë besoj se ai e ka vetëm të hartuar planin se si ta bën presidentin apo nëse e ka qëllim si të shkon në zgjedhje tjera. Zotri Albin Kurti, unë mendoj se nuk është i kënaqur as me 51%. Jo rastisht ai heziton me bë koalicion. Mendjen e tij ai A do ta dëmtonte vetëvendosjen pazaret politike me opozitën? Pasia e një lideri për të koalicionu, sado që arsye të ketë ai, të justifikueshme, përsëri është notë negative. Më thonë ai ka hyrë në ciklin e vetëpëlqimit, egocentrizmit që unë jam këtu edhe asgjë tjetër. Edhe ai deri diku na ka dëshmuar. Përveç Glau Konjufcës, askush tjetër prej shokëve të vjetër prej themeluesve nuk i ka ngel. Tash edhe Liburni u distancu u lirgu. Domethënë kjo është ajo aura që liderët e ushqejnë vetveten deri mosa s'ka më fund. E tash, unë prapë po them, zotri Albin Kurti mendoj që e ka bë mirë, pse po e bazoj kët? E ka bë mirë planin, pse po e bazoj? Sepse doli me deklaratë pavarësisht që mediat, analistat duan të dinë ndonjë qëndrim apo ndonjë zgjidhje për presidentin. Ai doli me një relaks, me një gjakftotësi, tha, i kemi një herë certifikimin e zgjedhjes. Kemi formimin e institucionit kuvendeve. Kemi formimin e emërimin e zgjedhjen e nënkretarëve, formimin e qeverisë. Deri atëherë tha ka kohë, që do të thotë ai e ka bë planin e tij. Tash a do ta çon shtetin prapë në zgjedhje? Edhe unë po them, zgjidhjet e tij jo gjithmonë kanë qenë të justifikueshme dhe logjike. Se kemi një figurë e cila tash është tërheqë zvarr. Mos harroni, ditën e parë kur e ka marrë kryeministrinë,
aje ka godit Hashim Thaçi si prezident. E nxorri një dokument, Hashim Thaçi ka pranuar që FSK-ja mos me shku tha në veri. A ju kujtohet? Që do të thot ai në ditët e tij të politikëbërjes, ai jeton me luftën ndaj kundërshtarëve të tij. Figura e tij është e çuditshme. Kët nuk e studion opozita. Edhe nuk mundesh ti të shpallësh luftë kundërshtarit kur ai është në pikat të cilat ai është më i fortë. Këta e kanë godit figurën e Albin Kurti, mos e godit figurën. Thash, ai është fut thellë në qelizat e shqiptarëve. Goditja ministrat. Tregon më një projekt 5 vjeçar qeverisë. Një projekt që e kanë bë. Që ministra shëndetësia, 20 ligje ka këtë gjykata. Shëndetësia, veç e kon inekzistente, s'ka bo asistent, asnjë se kena marrë. 50 milion euro deri 100 milion euro çdo vit vinë te Sistina dhe Zhan Mitrevi. Për shëndetësi të dështuar në Kosovë. Në ndërkohë kemi kuadrat më të mira atje. Pse? Unë e di se ata mundohen gjitha pikat mi përmbush për njerë. Nuk mundet, duhet një nga një. 4 vite, qëtë mandat kina më morë veç me arsim bre, hajde ta rregullojnë arsim. Asë sigërim shëndetësor s'ka as kërgjë. Policia e Kosovës se kanë rrogën e 13, se kanë sigurimi, opozita, jetoni, ta kthej tash tema ku e do jetoni. Do me thonë, opozita mungesën e protestave. Nuk ju ka bashkangjit policisë Kosovës, madje atyne që janë më Kosova ka policinë më mirë në Ballkan e ka. Më meritorët, realisht, na jam krenar që ta bëhet i shteti. Policia jonë, policia e Kosovës, që janë më meritorët që e shkërmoqën grupën e Radojqiqit, pas një javë i kanë protestuar Albin Kurtit para qeverisë për shtesat që s'ua ka dhënë. Dhe opozita nuk e ka patë arsyeshme t'i bashkangjite. Kjo është ajo që Albin Kurti ka shkel çdo sen përpara. Për një opozitë e cila nuk ka bashkëndje me asnjë sen. Se nëse ti del vetëm prej një preskonferencë edhe mban aty edhe godet qeverinë, kjo tregon se ti e ke humb linkun me qytetarin. Madje më keq me policin i cili ta mbron ty sigurinë, ta siguron sigurinë. Albini i ka sulmu, a keni po një video që e shon një policë e poshtërson dhe i ka tje e poshtërson. Mirë, para disa viteve, po. Po sa ishë në opozitë e kom fjallë. Edhe diçka. Edhe ka sulmu stacionin policisor. Ja ka thë gjama. Veç edhe këtë, se e përmendë... Po, ama ka pas kauz, nuk ka dojnë. Po kauz e rajshme është. Jo, po prap zajednici ka me ta bëllë. Nuk qëndro, ka me bo, ajo është të tërmabet. Nuk ka ndodhë për momentin. A be bojnë ashtu në me të veç pak. Se ne po flasim, do të ndodhë, ape harrojmë atë që ka ndodhë. Qa be bojnë ashtu. Nëse se bën Albin Kurti zajednicën, që po të publikisht, kur i të nalimi asë nërës dhe në media. Nëse e bën, a bën të njëjtën sen. Jo, nuk ka nevojë. Po jeton, 51% ka fituar. Jo veç zajednicën. Jo, të gjithë ka pak të falje, nuk e më shku as bisedime. Të Nola Ferdenia mos përshon Gjakova atje. Atë e shumë sene që e ka bo, të gjithë e ka shkel. Jeton. U tha dhe këtu shumë qartë, si bardhan zë, se di që apo mund. Lidhja demokratike. Zajednica është obligim shtetënor dhe ligjor. Qarë s'ka pe e bo Kosova. Bili, ka me bo dhe aneksin e orit. Ajo nuk është merit në thojza e Albin Kurtit, Zajednica, sepse Zajednica e ka njësë shumë para Albin Kurtit. Edhe ajo kam rritë Albin Kurti si patate në dzet i kam mete. Zajednica e ish partisë politike e LDK-s ose PDK-s, Isa Mustafa, akademikët profesorit universitar, ajo ka shku në gjykatë konstituse dhe ka thënë që ka senet të këshia mi hek, Albin Kurti i ka menjanu ato, Bashkimi Evropian ja kalon një vjetë ko me bo draft statutin e Zajednicës, tash vetë menaxhim dhe se ka bo. Kur ja dhanë gatshme, e boni në orë atje, që është bosnizimi Kosovës, dhe që ato Albin Kurti e ka shkel me dikom. Dhe tash opozita, nëse din, mu ju kapëm këtë vetë menaxhim, me dalë, sheshin, jo që shka bo Albin Kurti, me pankarta sa dhe mja gjukë. Presionin e madhë që ja ka bo Bashkimi Evropian, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Albin Kurtit, në para një vite e gjysë, për të bo Zajednicën, edhe nuk e ka bo kush do tjetër të kishen kryeministër ishte a bon edhe Albin Kurti urën, a the ke peqeli urën, ja dha asaj kompanisë 20.000, ato 20.000 mi pëmotjet. Jo po flisni për gjëra krejtësisht teknike. A i bëki populizëm o burri? Pak rëndësi ka... Qysh ka rëndësi me o burën? Pak rëndësi ka se kush e ka marrë tenderin e urës, për mu ka shumë rëndësi se ajo urë është maru. Ura aktuale që dhe me qelë, urën aktuale, këfore. Ku dhe kemi shti policinë e Kosovës, e këforin atë moral. Sikur t'ishte qelë ura,
ju prap do të kishit thonën, po Albini nuk po ndëgjon ndërkombëtar. Kur të tërhiq Albin Kurti tash po thoni pse u tërhiq. Ja, veç pak më le. Presioni këtë pyetje. A mujti më bëj zoti Kurti për Mirë, amerikanëve? Jemi në fund të emisionit edhe pyetje për fund. Shkurt, shumë shkurt. LDK në bashkëqeverisje me PDK-n, kur ai profesori, edhe ti si Albini, profesori akademiku Isa Mustafa. Po, s'muna mja më për kërodat, as që s'mun me ti. More, çfarë profesori për mua s'është profesori përderisa ai ka nënshkruar Zednicën? Si? Çfarë profesori ai? Ai hiç, kush ja ka dhënë atë diplomë do të më shku me fut burg ata nëse o gjallë. Këta ata studentë që ka bu shkurt thash, lutem. LDK vetëm pak, përmes Skender Hysenit e ka menaxhu Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku ti përmendën një rast incidenti me policin, ku neve atëherë policia e Kosovës na ka shkep drum që protestojshmi kundër Zednicës. Po e kacim kryq vetëm pak, po edhe me të drejtë. Po vetëm pak, vetëm pak të mbaroj. A mund të më tregosh ti mua një iniciativë të Skender Hysenit të LDK-s që e ka marrë për zbardhjen e rasteve të vrasjeve të funksionarëve të LDK-s? A pesheti kush janë këta? Ai çështje politike është e tyre. Si është më çështje politike? Politike është parti jo individit ajo. Policia, drejtësia janë politika. Jo, ato sistemet janë të ne dina ç'ishin ato. Po ajo partia do të më marrë iniciativë, jo individi. Po pikërisht, po ministri punëve të brendshme. Ka atysin ka vetë. Ka pas urdhë hiç mos më marr. Po ti ajo LDK, ti kanë vrarë funksionar. Po në rregull, po na partia ka dhënë urdhë mos më bëj. Veç dashta me thonë, ky është ai kontrasti që po flasim na, për parti tradicionale që janë mësuar për zyra, kanë pas pushtet shumë vite, edhe nuk dalin ata në protesta në ftoft. Siç ka dalën e bashkë me shnet tash. E bashkë me shnet. Po pikërisht, kjo është ajo pse ai ka sigurisht fitore. Tash dishin me materializu tash, me themin e asociacionit. Mu çu Albin Kurti, jo me kod shtetin, jo me sulmu, jo me çit gazet në kuvend, jo veç me pankarta. Ma përpara unë ti dalmi protestojmë se çata çipi. Vallahi nëse duan me ndajt, ata në pushtet dhe nëse kanë çam ndaj politik me kollarin me kmisha dora. E kam një koleg, ai thot kështu. Thot, opozita në Kosovë ka shumë pare, për që ata s'del me protestu. Kur t'ju mbesi pa pare, atë dalin me morë pushtetin, mu pasuru. Edhe këta ka më pare, edhe Albin Kurti dhe ke gjipat edhe ke fort gjishtar dhe e të jë, a vetë panët me gjipa. Gjipat e zi. Gjipat e zi dhe ke. Për prokuror dhe ke në gjipa. A vetë që ka përgjisht në organin disbatus, parem në nësicin e as dëshmitarë. Për qa, se ministra vetë pa akuzot për korupcion. Edhe një pyetje për fund, si do të ndikoj ky mandat i fortë i Kurtit në dialogun me Serbinë? Edhe kur e kemi parasysh edhe gjeopolitikën, për shembull, kemi parasysh që një ditë pasi Trumpi sulmoi Venezuelën, konkretisht mori presidentin e Venezuelës Maduron, doli nesërmit presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe alarmoi se Kosova po armatoset. Jo vetëm ajo, duke qashtuar këtu edhe trazirat në Republikën Iraniane, gjithë këta munden me qenë një shans plus apo një pozitivitet për rastin e Kosovës, respektivisht zotit Kurti, një avans i pozicionit të tij ndaj Serbisë, sepse tani bota po ndahet në dysh në aspektin politik. Do të thotë zoti Trump me aleatët e tij, sikur po i vi dy bloqeve. Dhe Serbia, duke qenë në pozicion të përhershëm apo në anim të përhershëm ndaj Rusisë, kjo ndoshta e bie me një pozicion shumë më të mirë zotrin Kurti. A do të ditë ta shfrytëzon ai kët në bazë të zhvillimeve të ministrave të tij, më saktësisht ministrit mbrojtës Ejub Maqedonci, i cili ka bërë një lidhje shumë të fuqishme me Republikën e Turqisë, e cila është shtete anëtare e fuqishme në NATO, unë besoj se do t'ja dalë. Mirë po, a duhet ne gjithë shka t'i lejmë në dispozicion zotrit Kurti, unë besoj se opozita duhet t'a bëj punën e vetë. Në kuptimin që aty ku duhet përkrahet zoti Kurti, do duhet t'i japin përkrahet. Aty ku duhet të kritikohet, do duhet dalin të kritikohet, edhe ashtu si që pajtu me jetonën e Naimit, dalin një opozite fuqishme, bashkë me intelektualet, me shoqëritë civile, edhe t'a bëj punën e vetë. Mirë po, ajo që ka duhet mbizotron është kujdesi. Ne jemi të pa që shtetet brenda NATO-s, jo se po shuhen se ekzistuari, mirë po,
elitat politike po humben, po treten. Se ja tash i kanë hyrë Iranit. Paramendoj një Irani është një shtet jashtëzakonisht i fuqishëm, po edhe historik, që ka traditë shumë vjeçare. E tash sidomos ne si shtet i ri, duhet me pas shumë kujdes se si lëvizim. Ne kemi një aleat shumë të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duhet të hecim hap për hapi me të, në mënyrë që ta posedojmë akoma mbrojtjen e tyre dhe sigurinë cilën ja ofrojnë Evropës. Zoti Trump ka dalë dhe u ka vu taks 30% shteteve të fuqishme të evropiane. E le më kush jemi ne kaq të vegjël. Për atë arsye unë mendoj se duhet mbi të gjitha kujdes në hapërimin. Tash, ajo çka duhet më bë nga ana e Kosovës, duhet më bë. Janë marrë zotim, e unë nuk e di pse sikletavët zotri Kurti. Marrëveshja është e tjetër kujna. Ishte edhe ish ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Edhe i tha drejt për drejt, nuk e di, thash, zotri Kurti pse shqetëson. Marrëveshja është e nënshkruar, lirisht del thuaj, s'është e ime kjo, unë tash duhet me realizu. Pse shkon ti bën kriza salto mortale? E pastaj hala më keq futet në rreth vicioz opozita ku doli Borrelli, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, edhe tha kanë ardhur opozita këtu janë anku për zotin Kurti. Mendoj çfarë, domethënë ju nuk keni qasje shtetërore, etatiste. Prandaj duhet aty ku duhet jenë bashkë, duhet bërë bashkë. Pse se është shteti në pyetje. Pas 100 viteve dashti zotin neve na u kthy Kosova. U bë shtet. Ka qenë pothuajse e humbur, u zbraz Kosova dhe e përmendi jetoni krejt ikën Maqedoni e Shqipëri. Edhe tash kjo Amerikë na bëri, unë vetë kam qenë ushtari i UÇK-s, ne kemi qenë male o burr, cin qytet e kemi liru. Ta tregojmë këta. Pa përkohën e SBA-ve, pikërisht. E tash duhet hapat e kujdesshme me përfaqësues ndërkombëtar, sidomos ata që i kemi aleat, dhe dal nga dal ta nxjerrim një të mirë nga kjo marrëveshje, edhe pse dështoi edhe Abdullah Hoti edhe zotri Albin Kurti. Në tryezë u avullua ajo pika e fundit për njëjë reciproke. A gjithmonë u flitke se në fund është njëjë reciproke. Kur doli marrëveshja nuk është. Domethënë këtu do të jemi na shumë të kujdesshëm që pa këtë pikë mos të futemi ne në koncesione tjera. Ne. Kështu, më thënë, pushteti i madh, ndonjëherë, më thënë, krijon edhe hapësirë që unë realisht edhe ditën kur vetvendosi u pas e i fitoj mbi 50% të zgjedhjeve, bëra një postim në rrjetet sociale, thash kryeministër ki kujdes me ata që ta pinë dohanin tinës. Me thënë, Albin Kurti duhet të jetë shumë i kujdesshëm tani me kuadrot edhe me mënyrën se si e radhit qeverin pra Kurti 3. Kjo është një. E dyta, duhet të jetë shumë i kujdesshëm edhe në komunikim me opozitën, ta ruaj dhe madje ta forcoj komunikimin me Bedri Hamzën, i cili për mendimin tem duhet të vazhdoj të jetë në drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe për shkak të faktit se megjithëse nuk bëri ndonjë rezultat shumë të madh, por që ka kohë shumë shkurt edhe për shkak të faktit se priten zhvillime në Hagë me shpresën që liderët që mbahen atje në Hagë do të kthehen në Kosovë dhe pastaj Partia Demokratike ndoshta do duhet të riorganizohet. Deri atëherë, pra roli i Bedri Hamzës është që të koketoj mirë me pushtetin aktual, por jo natyrisht në interes të Albin Kurtit ose të strukturave të vetëvendosjes, por në interes të shtetit Kosovës, sidomos kur është në pyetje dialogu me Serbinë dhe me politikat geostrategjike ato që u përmendën. Dhe në këtë kontekst, pra rizgjedhja e Vjosa Osmanit për mendimin tim i ndihmon shumë Kosovës edhe për shkak faktit se ajo të paktën edhe po të ishte e pakënaqur opozita brenda sa i përket bashkëpunimit me vetëvendosjen, të paktën në arenën ndërkombëtare opozita është pajtuar me hapat, me lëvizjet që i ka bërë Vjosa Osmani, sepse edhe atëherë kur
është thënë se Albin Kurti i ka të tensionuara raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vjosa Osmani ka qenë ajo që ka ditë ta takoj edhe zotin Trump edhe tjerë. Pastaj në këto rrethana unë mendoj se ajo do duhet të rizgjidhet dhe Kosova të ketë një stabilitet politik, sepse nuk e ka komoditetin, si që tha Valoni, një shtet i ri që të vazhdoj të ketë jo stabilitet politik dhe të vazhdoj të hahen mes vete, të përplasen partitë politike për çështje banale, kur në fakt i presin zhvillimet, insistimi i faktorit ndërkombëtar për ta bërë pra Zajednicën, por edhe dialogu me Serbinë për çështje të tjera. Në këto rrethana unë mendoj se duhet të flitet me një zë, edhe unë e mbështes deri në fund qeverinë e Kosovës, kushdo që tjetë ajo që të insistoj deri aq sa ka hapësirë, deri në fundit që të mos e bëj Zajednicën. Por në rrethanat kur faktorin ndërkombëtar e ndez alarmin e kuqe dhe thotë këtu është fundi, pastaj detyrohemi të kapitulojmë sepse normalisht se me politikën Trump nuk ka kthim mbrapa. Kur presidenti Trump çon haber se një punë duhet mbyllet, pastaj aty nuk mund të flasim më tutje. Po, faleminderes, e tha shumë mirë kolegu këtu, që besoj që shumë është e qartë. Politikat e Amerikës janë për te Ballkan për çdo shoqërisë. Me Amerikës luhet. U pa rasti mos i përsëritet njëjta scena, besoj që e ka kuptuar edhe zoti Kurti edhe politika kosovare me Amerikën ç'është bëhet dhe në çfarë forma bëhet. Te ata është po jo s'ka mbas se e din. Sidoqoftë, e tha shumë mirë kolegu tjetër që Albin Kurti duhet të bëj kuadrat mirë. E dim shumë mirë botërërisht që edhe ambasadori i Kosovës është arë për shoqërisë civile se s'ka pas kuadër. E lërë zotin Kurti, pikë të ushtit, që edhe në pozicionet tjetër, ministri, sidomos në juridik, në marrëdhënie ndërkombëtare, në ekonomi, që njerëz të kualifikuar, të dëshmuar. Jo, me gjithë respektin më zonin Haxhi, kolega, ai mund me qenë jurist e mirë, por në praktik s'ka bo. Një ministre që i kthejnë sa ligjin nga gjykata kushtetuese, çfarë suksesi. Ministra e jashtme, asë një njohe, ma shumë ka pru zonja Osmani, njohe dhe zoti Pacole se ministra e jashtme. Me gjithë respektin për zonë Gërvalla, familjen e saj, dije çfarë familje është ajo mund më konë analfabet në profesion, po jo dhe njëri, kur s'du se nisat i vetës, qysh do këtë më të në tema ma nuk është personale. Ja, të lutem, në profesion, ka hapësirë, ka Kosova kuadro plot të fushës marrëdhënie ndërkombëtare, por me qitë njëri adekuat, se aty në pyetje Kosova u falë shumë mirë, të bashkuar rreth armikut tonë shekullor dhe jo të përçam. Dhe nëse dojnë këta, nuk shku të përçam me bashkë me shnet edhe këto, po në shpresoj që të thirrën mendjes dhe të bashkohen, të lojnë interesat partijake personale, po të qesin parën sovranë dhe popullin dhe shtetin tanë interesat e veta, për fatkeq ajo që s'pëndote as i politikan, dhe besoj që të thirrën mendjes dhe të bashkëpunojnë. Dhe tash këto politikat e Ballkanit, besoj që Amerika ka dhënë mesazhin e qartë. Kosova nuk do të ndahet, kjo është topan e re edhe për njerëzit që ja dojnë të keqin Kosovës dhe mendojnë ti bashkangjitë lindjes, Kosova dhe gjithë Ballkani perëndimor e ka vendin në Bashkimin Evropian, në NATO edhe Maqedonia dhe gjithë tjerët dhe mos ketë përçamje. Sidoqoftë, dhe unë mendoj që jemi me fat që e kemi Shoban dhe na përkrah dhe na mbron çdo moment, dhe besoj që edhe FSK-ja jon po forcohet me kapacitete u shkon shtin me bo FSK-n, se u kona i farë 10 vjeqari për mi ble armatim, ajo është e dim, e thanë edhe gjithë politikanë të tjerë, zoti Haradina e konë, ati i atribut me Amerikanë që kanë leju me bo ushtrin prej organizatët civile me bo ushtri. Blerë armatimet ato sene jënë që është ma shumë administrative, po është merit që ka me përmbush 10 vjeqarin kapacitetet njerëzore dhe armatim për me shku në NATO ka vend në çdo ushtri e Ballkanit. Dhe këtë s'bën me jamohu, as Haradin, as ati. Sidoqoftë, unë mendoj që një politik pa shëbat dhe pa mikëshirën e Ballkanit, besoj që Ballkani gjithë investimin 20 vjeçar, çka ka bu Amerikanë Evropianë mund të shkojësh për një gabim. Dhe këtë jo rastisht e ka thënë zoti Trump që Kosova nuk do ndahet, as Maqedonia, as pjesë tjetër Ballkanit që do të jetë një Ballkan i bashkuar dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Atëherë falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Faleminderit kënaqësi. Kënaqësia ishte gjithashtu e jona, shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen.
Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.